Sekretariati i Etikës shqyrtoi kërkesën e mazhorancës për përjashtimin e 29 ligjvënësve të opozitës, por pa analizuar provat filmike, 23 prej tyre shpëtuan nga masa disiplinore. Pas mbledhjes, drejtuesi i seancës Ulsi Manja bëri me dije emrat e deputetëve që morën masën. Manja tha se vendimi erdhi pas vëzhgimit të pamjeve nga seanca e 18 dhjetorit, ku deputetët në fjalë kishin vepruar në mënyrë të dhunshme dhe jo normale. Belind Kolliçi, Fidel Kreka, Albana Vokshi, Klevis Balliu, Flamur Noka dhe Elda Hoti, që kanë kryer veprime të dhunshme në seancën e datës 18 dhjetor 2025, duke shkullur mikrofonat e seancës plenare, duke ndezur flakadan në seancë dhe duke gjuetur me sende jo të lejushme në drejtim të kryetarit të kuvendit, të përjashtohen me 30 ditë pune nga 60 ditë që u propozuan. Në reagimin e tij, Partia Demokratike konsideroi vendimin të pritshëm, por mohoi zbatimin e tij. Flamur Noka, një prej deputetëve të përjashtuar, u shpreh: Me masat të propozuara nga Gysi, nga Sueli, nga Xhabaftët apo Troplinët, opozita nuk ndalet vetëm motivohet. Ata që përfaqësojnë në pushtet kartelet, ata sot po nuasin që po i rrshqet dheu në këmbë. Është detyra jonë ta çojmë deri në fund misionin tonë. Vendimi i Sekretariatit të Etikës ka efekt të menjëhershëm. 6 deputetët e përjashtuar nuk do të marrin pjesë në seancën parlamentare dhe në punën e komisioneve të kuvendit për një periudhë prej 30 ditësh. Deputetët që kanë marrë vetëm tërheqje vëmendje mbeten të rrezikuar nga masa më të ashpra në rast të përsëritjes së zgjedhjeve disputive. Ky zhvillim vjen në një moment tensioni mes opozitës dhe mazhorancës, ndërsa vendi përgatitet për sesionin e ri parlamentar në janar, duke reflektuar përplasjet e forta politike që shoqërojnë diskutimet dhe vendimarrjet në kuvend.